Me moton "Ne dhurojmë gjak edhe për të panjohur", organizata Alternativa Studentore, në bashkëpunim me Universitetin Luigi Kurakuqi, ka zhvilluar një seancë dhurimi gjaku në ndihmë të pacientëve të Spitalit Rajonal Shkodër. Nisma synon të rrisë ndërgjegjësimin tek të rinjt për rëndësinë e dhurimit vullnetar, si një akt solidariteti që shpëton jetë. Është shumë e rëndësishme, sepse nevoja nga Spitali Rajonal Shkodër është, domethënë, e vazhdueshme. Edhe arsyeja që ne angazhohemi më shumë është edhe se jena vullnetar në spital, edhe e dim shumë mirë rëndësinë që ka dhurimi i gjakut. Janë të ndërgjegjësuar, kanë ardhur edhe vetë, domethënë edhe pa vetëm se kanë pa nismen, edhe kanë ardhur vullnetarisht. Edhe kjo është një gjë shumë e mirë, sepse ne ecim edhe me një moto, ne si organizat, ne dhurojmë për ty edhe pa të njohur. Edhe kjo mendoj që është një mesazh mase i qartë për të gjithë. Një mesazh tjetër që doja që shumë prej mediave ta promovonin është që shkodrant nuk e derdhin gjakun në njëri tjetrit, por dhurojnë për njëri tjetrin. Studentët e Fakultetit të Edukimit shprehen se i bashkohen rregullisht këtyre nismave, duke e konsideruar dhurimin e gjakut një kontribut të drejtë për drejtë për pacientët në nevojë. Është mirë me dhuru gjak, nga që i gjithë gjaku shkon te Spitali Rajonal i Shkodrës për të mirët e gjithë komunitetit. Është një gjë mirë me dhuru gjak. Është e rëndësishme sepse i bën të tjerë të mundi mirë, i bën ju jep nevojat, ju plotëson nevojat. Është hera e disa që dhuroj gjak. Kam ardhur sot veç që me dhuru gjak për bankën e Spitalit Rajonal Shkodër. Ne si organizatë Alternativë Studentore kena ndërmarrë këtë nisëm që me u bashkangjit edhe me i dhënë një dorë, le të themi, bankës së gjakut të Spitalit Rajonal Shkodër. Përfaqësues të Alternativa Studentore bëjnë të ditur se kjo fushat do të shtrihet në 6 fakultetet e universitetit, me synimin për të siguruar sa më shumë dhurues dhe për të qenë pranë pacientëve që kanë nevojë për gjak.